erdhëm, u rikthyem, edhe siç e lançuam edhe në fillim të programit, do të kemi një histori që për gjithë ata që do ta dëgjojnë, ndoshta do thonë ç'është ky delir, ç'është kjo që po dëgjojmë ne në televizion, por ai ka drejtën e vet për të shprehur dhe për treguar versionin e tij. Flitet për një zotëri, një tironës që ka parë, që thot se ka parë Zotin. Nuk flitet për ëndër, ai ka një shpjegim të vetin dhe thot që pas atij momentit, pas atij takimi që ai pati me Zotin, i ndodhen një sër gjërash në jetën e tij, një lindje e disa projekteve, ideve, të cilat ai ka dëshirën ti patentojë dhe flitet për projekte në fushën edhe të shëndetësisë, po edhe të sportit edhe kulturës. Zoti Platon Meksi, mirë se erdhe, kënaqësi. Tani, ti ke marrë guximin që të thuash një gjë që jo pak do ta merrnin përsipër ta thonin të paktën publikisht. Të flasësh apo të shohësh Zotin. Dhe ti thua që kjo nuk ka qenë ëndër. Ti je i bindur që takimi yt me Zotin ka qenë real apo jo? Na tregosh diçka më shumë për atë momentin? Edhe nuk pretendoj të jemi vetmi. Po. Shumë të tjerë mund të kenë. Po. Unë personalisht kam dëgjuar një histori të tillë që nga një zonë që e ka thënë dhe ajo publikisht. Po. Si ndodhi? Por duhet të themi diçka, domethënë, se te ke fundit Zoti është i fundit që ne kërkojmë. Zoti ka dhe krijesa të tjera. A kupton, mos ta harrojmë këtë domethënë. Por gjithsesi njeriu si krijesa e fundit e Zotit, krijesa e dobët, me gabime të plot, gjithsesi me jetë me vështirësi, ku me të mira, ku me të këqija. Zoti nuk është i pa shfaqur në këtë sens. Jo, i pandërgjeshëm për atë që ka kriju. Po. Dhe rije vëzhgon me vëmendje. Çdo gjë. Edhe më në fund zgjedh. Dhe ti mendon që ty të përzgjodhi? Jo se më ka zgjedh mua, bën zgjedhjet, unë njoh teknikën, si thotë, artin e Zotit. Edhe vetë Krishti tha, tek e fundit, mbas ju bën një numër ngjarjesh, mos u shqetësoni, tha, se tek e fundit nuk më zgjodhet ju mua, por erdha unë dhe ju zgjodha. Zoti Platon, ti je besimtar? Unë jam besimtar në Zot. Nuk jam besimtar në fe. Po. Sepse Zoti më solli mua, domethënë, dritën në trup për të zbardhur fet, për të shkoduar ato. Unë jam shkodues, domethënë, edhe i Kuranit dhe i Biblës. Në çfarë kuptimi? Janë në këtë kuptim, për shembull, Kurani ka zbritur në tokë si ligj, si shariat. Për njerëzit, për masën, mirë po, për individ veçantë. Zoti solli një kod në Kuran. Dikush e përfiton në anë mjekësore, dikush në anë drejtuese. Edhe jep aftësi Zotit për të drejtuar. A nuk supozohet që zbërtimin e librave fetar ta bëjnë klerikët apo muslimanët, ata që janë të dërguarit në vijën e parë? Nuk është një grac që bjen njerëzit këta. Pse? Po, sepse ata nuk kanë fare aftësinë për ta interpretuar librin. Ata janë aty vetëm për të interpretuar ligjet. Çfarë të bën ty mendosh që ti ke aftësinë e duhur për ta interpretuar një libër fetar? Unë interpretoj, domethënë, me kënaqësi, unë lexoj me kënaqësi. Po si, çfarë dim në ndryshe që ti po vjen dhe po thua që e dini gabim këtë gjë? Masa, për shumë. Ka gabime sa dush, masa duhet i përshtatet ligjeve. Kodet nuk i kupton masa. Cilat kode? Po kodet veçanta që ka libri. Si Kurani, si Bibla. Do doja që të më merri një shembull, që njerëzit ta kenë më të qartë, se ndoshta po thua diçka të dur, po ne nuk po të dëshirojmë. Cili është ai kod që ne s'mund ta kuptojmë? Jo, nuk e kuptoni, nuk ka shans. Më fal, ndoshta me shpjegimin tënd mund ta kuptoj. Po shiko çfarë thuhet tash. Në Kur'an i thuhet njerëzve, masës. Në fakt Zoti njëkohësisht flet edhe me masën edhe me individ. Ata e morën devën dhe e vranë. Zoti aty ja solli devën, ata e therrën. Nuk duhet ta këshillë. Kjo është e kodume. Ose për Muhamedit. Çfarë do të thotë kjo? Unë nuk kam dërmend ti çkodoj, ti shpreh këtu. Nuk i thua publikisht. Nuk i them dot publikisht. Çdo kush. Okej. Mirë. Ose për Muhamedit thuhet në Kur'an.
Muhamedi, ja leta kontrolli Kur'an. Muhamedi e ndau hënën në dysh, thot. Pa është e vërtet kjo. Ndau Muhamedi hënën në dysh. Kjo është e koduar. Po ka një interpretim fetar, Nuk ka filozofi. interpretim fetar, por është komplet e koduar kjo. Mirë, zotë Platon, të ndahemi pak tek momenti që ti pe Zotin, që të shfaq përballë. Si ishte? Ti ishe në shtëpinë tënde? Ishe në gjumë? Çështja është se unë sa po shtrisha për të fletë. Po? Alla e vura kokën në astik, isha e horizontalisht. Në atë moment, të në punë të Zotit, nuk ishte dëshia ime për të shfaq para Zotit. Unë gjenda për para Zotit, sa vura kokën në astik. Sa po shtriva? Sa po vura kokën në astik, isha horizontalisht. Po? U gjenda për para Zotit. A mu do? Edhe, ajo që pashun aty ishte se u shfaqa vertikalisht për balë Zotit. Ndërkohë që unë isha shtrirë Ndërgjegja jote të thoshte që ti ishe akoma shtrirë, s'kishe ndërgjegje. S'kisha ndërgjegje fare në ato momente. U shfaqen këmbë. Po, U shfaqa vertikalisht kështu në këmbë. po, dhe shije veten të shtrirë ndërkohë. Jo, vetëm nuk e shive, e vetëm me rësirë. Edhe Zotin në mes. Shfaqe gjigante e Zotit në mes. I pak u fishëm. Ajo që kuptova unë aty nuk kishe gravitet për shumë. Po? Nuk kishe gravitet. Tjetër, koha ndryshon nga koha në tokë. Si e perceptove ti këtë Këtë e perceptova direkte, do në një moment, nuk e di se si merdë në dërgjegja. Dhe thash, po mirë më dha, a nuk u shtriva unë në të? Merdë në dërgjegja, vetë ti, nuk e di. Këtë thash, unë u shtriva aty më dha. Sa e mendova këtë, me ndërgjegje, direkte u shfaqja aty ku u shtriva. Bi po ngrita ka që, ngrita shumë Tu duk si ëndër, ndjeve diçka ndryshe? Si bën ti diferencën që s'ishte ëndër? Se ne ndonjëherë shohim ndonjë ëndër që nuk e bëjmë do diferencë nga Po e bëjmë realiteti. diferencë, më unë pëtëm koha më dha. Unë as sekondi s'kisha mush. Po ndonjëherë zë gjumi direkt. Që më s'isha në gjumë, më pëtëm... Tu duk si një lloj teletransportimi dhe thjesht u shfaqe para Zotit? Nuk mundet ta shpjegoj, se si unë u shfaqe para Zotit. Këtë nuk mundet ta Të shpjegoj. tha diçka, pate Nuk një komunikova, komunikim, as më tha që çfarë jo. ndjeve? Dola për para Zotit, dhe Zoti shfaqi vetën ke unë, me gjithë lavdin e vetë, kjo si një shenjë, do më thënë, dhurat nga Zoti që ja ku jam në shif, o njeri, krijesa ime, se të tjerë nuk e kanë shansin me A mba. ishte një moment që ti kishe një problem me veten tënde? S'kisha masë probleme, Në sensin... isha më rejmë të rejmë me Jo, po zakonisht tonë që mu shfaq Zotin në një moment vështirë në jetën time, si një sinjal, si një gjë. Ti nuk ndodhi kështu, ishte komplet rastësi. Shikote që unë e kuptova, do më thonë, si një mjartim nga ana Zotit. Për mënyrën që po jetoja. Po. Nuk jetoj dhe me punë. Por jemi aftushëm për Zotit. Kjo ishe. Edhe ajo që ishe me kurioziteti me i madhe për mu, ishe sepse Zoti transmetoj të kunë, si me Bluetooth original, transmetoj dashuri pa fund. Dashuri pa fund. Dashuri më të madhe, dashuri që mund këtë njeri ju. A unë kupton. Edhe ishte dashuri nëne. Unë e kuptova. Zemra e kupton, Allah. Dashuri nëne. Dashuri nëne. E pa marë. A unë kupton. Si të shfaq të silueta e Zotit? Ishte siluet, ke një përfytyrim të ti? Është ashtu si që ne e përfytyrojmë, një burë të gjatë me mjekër, me një... Jo, nuk ka shansë. barda, Ato që kemi parë dhem sot janë si prava. Nuk dhe Zoti ashtu në për Marte, në për Lukina. Zoti u shfaq një erësirë. Çdo gjë e thonë dhe erësira. Ishte në formë në dritës si bje, një dritë. Zoti ishte gjithçka. Zoti ishte gjithçka. Imagjino tash. I mbuluar Zoti me flori, me pamjen e floririt. Flori? Flori ishte Zoti. Zoti ishte flori, po çfarë flori? Ta shpjegoj florin. Po. Zoti ishte ke parasysh si flori në formë zhive. Jo flori i ngurtë. Okej, se duket pak kontradiktore kjo, se zhiva ka dhe ngjyrë tjetër, Flori në barë formë po zhive. thua. Jo. Në formë po thua. Pak si Do të them, si flori i shkrirë, i langshëm. i lëngshëm, okej. si të zhiva. Po, Okej, në kuptoj. formën e saj. Si flori i langshëm. A më kupton?
Si e përjetove? Si e përjetova, unë nuk fola fare, unë vetëm shikoja. Shisat e mia nuk funksionojnë fare, vetëm shikimi. Zjati në kohë, disa sekonda, si ishte? Në kohë aty mund të zgjatë të 13-15 sekonda, nuk është e mata, po ajo ishte koha që zgjati. Ndërkohë që merri ndërgjegje, thash, po mirë, unë nuk ushtriju atje. Atë direkte u shfaqja pasaj në krevatë. Mi po aty sa po kësha mbritën në krevatë. E kishe të perceptueshë momentin. Zoti Platon, çfarë mendojnë njerëzit në momentin e parë që ti ndave këtë histori me ta, ndërsa njerëzit e familjes, se nuk është më lehtë për të besuar? Në rregull, kjo nuk besohet, edhe me njerëzit e familjes nuk e kam diskutuar këtë punë fakt. Nuk ja u ke thënë? Jo, nuk e kam thënë. Se kjo është në faktikisht çështje personale, si më thonë, mësme dhe Zoti. Unë ta thash të madh që Zoti nuk besoj se më shfaqur vetëm unë. Ka njerëz që e shohin, edhe komunikojnë. Po, unë thash jam dëshmitare e një historie të tillë, kështu nuk është era parë që unë e dëgjoj. Me Zotin komunikojnë njerëz. Me Zotin komunikojnë pa dyshim, me Zotin komunikojnë njerëz, ka njerëz vetë. Dhe ti ke zgjedhur që të mos e thuar se është personale apo se kishe frikën e gjykimit? Pra do thoshin çfarë është ky njeri që po thotë këtë, është delirant, nuk është mirë, ta vizitojmë. Jo, po nuk kisha pse thoja. Nuk kisha arsye ta thoja, pse ta thoja. E ndjeje që nuk të kuptoheshi? Jo, më tepër ndjeja se mund të ke fuqi nuk do të besojsha. Po, pra. Pse zgjodhe që në një moment, si që jemi ne këtu tani sot në studio, zgjodhe ta ndash publikisht? Pse e more këtë vendim tani? E pesi një lloj misioni që ti duhet të ndaje? Jo, unë këtë e thash si diçka që më ka ndodhur, kjo është. Si diçka që më ka ndodhur. Dhe jeta jote, perceptimi jut për jetën ndryshoi në atë moment. Ç'a ndodhi më pas? Ti pate disa ide, apo jo? Disa ide që ti nuk i kishe përpara. Disa projekte ide. Me kalimin e kohës, me kalimin e kohës, vinë tek unë, do më thonë, mendime, si tush, herma sera, mendime, orientime, për jetën, kur Zoti e krijoi Adamin, ata hynë mëkat, dhe Zoti tha, tashmë ky e njeh të mirën dhe të keqen. Kështu është dhe puna ime. Po, të bëri më të përgjegjshëm, po thua, më vetëdijshëm për jetën tënde. Më të përgjegjshëm, ka thënë një dhunti. Dhunti. Unë bëj ndarje në mënyrë shpejt gjërave. Okej. Negative, pozitive. Për shembull, një rast që mund ta ndash me ne? Po e më një jetë e përditshme, bëhet fjalë për jetën e përditshme. Për jetën e përditshme. Nga gjërat më të zakonta, po thua. Nga gjërat më të zakonta. Po këto projekti det që ti pate në fushën e sportit, kulturës, shëndetit, këto ishin nga kjo, që nga ky moment të lindën këto ide, apo jo? Jo, unë e marr me sport, edhe kjo ka atë të vetën. Po shumë nga arti dhe kultura, dhe më thonë, paka shumë babajnë ne kam pasë shkrimtar unë. Babajnë ka qenë shkrimtar. Shkrimtar. Edhe vetë e marr me shkrime, dhe më thonë. Po? Po, këto janë gjetje. Janë gjetje, si të është. Dhe ku konsistojnë që ta bëjmë pak më koncize për publikun? Po, janë gjetje. Unë tash kam një projekt, për shumë. Kam projekt në libri që nuk e di dhe të shikoj të më thonë, dua ta lancoj në Greqi. Për qa? Do të ishën se ti jeton. Bëhet fjalë për një libër koncept. Koncept në funksion të kulturës, të sportit, diçka që Jo, po... libri është në funksion të vargjeve, të rreshtave të shuajtura, si që janë tekstet muzikore, si që janë poemat, poezit. Një strukturë e re për të shkruar tekste si duhet, po thua, po bëhet diçka gabim me tekstet. Një dimensë e jashtëzakonshme. Kjo për mendimin tim do të kishte dalë para 50 vjetësh, do të kishte ndodhur në treg. Dhe çfarë është tamam? Kjo është një libër, domethënë, me një aftësi të jashtëzakonshme për ta nxitur krijuesin. Edhe e ndihmon. Është metodë. Metodën e ka të shoqëruar, do të shoqërohet me metodik, domethënë prej 5 faqesh, ku i tregohet individëve që merren me shkrime se si të krijojnë vargje në mënyrë të thjeshtë. Të gjithë bota unë kam parë, gjithë botën kudo në botë shqiptare për flas, krijojnë vargje të jashtëzakonshme. Po si i krijojnë? Ato i krijojnë nga vetja, pa pasur metodik, pa pasur libër bazik. Shiko sa taftë janë. Në rast atyre do t'i vinë në dorë ky libër. Po, a nuk është teksti frymëzim tek e fundit, pse duhet të ketë një metodikë? Okej, ne njohim rima, të njohim formulat e tilla, po jo. Pra ti po thua si çka muzika, notat, ashtu edhe teksti duhet të ketë. E gjen më thjesht më valla, ato që ketë intru.
Do hapësh librin, për shumë që do të... Po pra, është një lloj metode që të ndihmon. Edhe do ta gjesh më thjesht. Edhe pa fund. Ti e ke shkruar këtë libër? Është Nuk i projekti ka tënd? është koncept, është këtu. Është koncept. gati. Okej, kur planifikon ta shkruash të jetë konkrete edhe për njerëzit e tjerë? Fillimisht duhet të bisedoj, duhet marrë drejt në autorit. Po, ta patentosh. Po, patjetër, do të komunikoj me institut liqore dhe do të lançohet në Greqi fillimisht. Atje do të lançohet. Se ke zgjedhur Greqin? Si një vend me civilizim pak më të lartë se ne, më serioz nga këto gjëra, më serioz nga këto gjëra. Edhe duke qenë se vetëm e kam Platon, është më emër grek paka shumë, edhe mendoj të dali prandaj libri. Pastaj, këtu nuk do të ketë fuqi libri. Po, nuk do ta kuptoni si duhet. Jo se nuk do ta kuptoni si duhet, kujt i duhet, nuk hedh një lek për libra. Okej, është çështje edhe Nuk hedh një kulture. lek për libra. Po në fushën e sportit, cila ishte projekti ideja jote? Në fushën e sportit. Në fushën e sportit, domethënë, unë kam bërë një gjetje për sportistët, për sportistët sporteve individuale. Vetëm me sporte individuale. Edhe sportistët në këto momente që ne po flasim në të gjithë botën janë të privuar, sportistët e sporteve individuale janë të privuar nga ushqimi dhe nga pija. Për shkak se atyre i thuhet, për të mbajtur peshat, atyre i thuhet mos ha maksimum, mos longjet, mos i pi, pse se do shtosh pesh. Ndërkohë unë kam sjell një trajnim quhet, trajnim i kundërt nga këto që janë deri më sot, i cili të mundson të hash pa kufi. Të hash pa kufi, a është e shëndetshme kjo? Është shumë e shëndetshme. Njeriu ka në trupin e vet indikator. Ku i thënë mos hamo. Në rrasë ti do të ulesh, ose unë do të ulem të ha. Edhe pse po më pëlqen maksimum, do ha se do ha, dhe unë nuk ha, nuk më pëlqen ma. Po, ne kemi organizme të ndryshme, tipa të ndryshme. Ekziston mbi pesha, pastaj. Pikërisht. Sasinë e ngopjes që keti nuk e kam unë. Dhe themi njerëzve, drejt për drejt. Po. Mbi pesha dhe të kështimi peshës trupit njeriu, ndikojnë qelizat në tru. Asnjë gjë tjetër. Qelizat në? Në tru. Në tru. Ato janë përgjegjëse për shtimin e peshës njeriu. Zoti Platon, cili është formimi juaj? Se njerëzit duhet ta marrin të mirë shën këtë gjë që ti sapo the. Unë e kam me prova këtë. Unë e kam me prova, kjo është. Po, ti e ke provuar ndoshta për organizmin tënd, për veten tënde, që për cilin je ti përgjegjës. Por t'ia themi njerëzve në mas, duhet t'i themi me diçka shkencore të paktën. Në cilësinë e kujt ju e thoni këtë gjë? Po kjo është e provuar mua. Unë këtë kam provuar ke vetja. Po edhe shkencëtarët. Ai që ka komunikuar me Zotin. Në këtë sens që e ke mision se Po, unë po të them... Se dhe shkencëtarët, kur thonë një gjë, ka hipotezën, ka eksperimentin, ka tezën, ka vërtetimin, argumentet, nuk është e thënë... E para është koncepti. Po pra po, koncepti duhet elaboruar, dhe duhet provuar, për masën, jo për ty. Çdo arritje në këtë botë, duhet ditur se vjen këtu fillimisht, kot si koncept. Patjetër. Pastaj kalon në provë laboratorike. Pra, ti je ende në fazën e konceptit. Ajo do të mendet aty, derisa unë të kem mundësit për t'i ushtëru këto gjëna. Pra ju nuk keni aplikuar vetë asgjë, për shembull edhe qoftë edhe te vetja? E kam provuar ke vetja. Te vetja e ka të provuar, po. Ke provuar. Po. Pra, je në momentin e përmbledhjes së ideve, të konceptit, të gjithë gjës, edhe ti po thuaj që pasi e ke provuar te vetja, ti do ta bësh këtë projekt ide dhe do ta çosh tek për ta patentuar, apo jo? Po flasim në këtë rast. Kjo është rruga që ti do ndjekësh. Po flasim në këtë rast e drejta autorit bëhet fel për librin. Po patjetër. Po. Kurse këto të tjera pastaj janë kështu domethënë. Kjo është për sportin. Do kontaktoj me klubin. Aha, do i paraqesësh idetë e tua, është ideja. Po në rregull, po shikoj tash, jo vetëm do paraqes ide. Po këto do të mbeten edhe në fazën sekrete të gjënave. Po, jo çdo gjë ti do ta ndash publikisht, se këtë po përpiqemi të themi, që jo çdo gjë do e thuash publikisht se ke hallin se të vidhet ideja në këtë. Jo mos e kam hallin se vidhet ideja. Ti do që një herë ta patentosh edhe pastaj pra të marrësh drejtën e autorit dhe pastaj të thuash. Flas për librin këtë. Po pra, po. Po. Po.
Kjo është rruga që ti do ndjekësh. Mirë, unë mendoj që ti e patë drejtën tënde televizive edhe për të shprehur, për të dhënë gjithë idenë tënde, konceptin idenë. Ne shpresojmë që ti të vazhdosh me gjitha hapat që ke ndërmend të ndjekësh, edhe lançimin që pretendon ti bësh në Greqi. Shpresojmë të kuptojnë ashtu siç ti shpreson që në Greqi do të gjesh atë rrugën e dur për të dhënë idetë tua. Ne të falenderojmë shumë që i ndave këto ide me ne. Është guxim ta thuash publikisht gjithë atë histori që ty të ndodhi. Unë të thash, pavarësisht se çfarë do lloj paragjykimi që mund të ekzistojë për njerëz që pranojnë publikisht për ta thënë një ngjarje nga jeta e tyre që masa jam e sigurt që nuk do ta kuptoj, por ti ke të vërtetën tënde dhe ti zgjodhe morë guximin ta ndash publikisht, kështu që në këtë aspekt nuk ka asgjë të keqe apo. Ne të falenderojmë shumë Ju falenderoj juve që Ishte shumë kënaqësi. Mirë. Ikim, bëjmë një shkputje shumë vogël publicitare dhe Kthehemi pjesën e fundit. Po. Ikim.